Projekt ligji i ri i Kongresit Amerikan i cili ndalon kategorikisht çdo ide për ndryshimin e kufive në Ballkan, po konsiderohet nga ekspertët si vija e kuqe për Serbinë, Rusinë dhe çdo aktor tjetër që ka tentuar ndër vite të rikthejë skenarët e rrezikshëm për ndarjen e Kosovës. SBA-ja nuk do të ndjek asnjë politik që mbështet shkëmbimet e territoreve, shkëputjen ose forma të tjera të rivizatimit të kufive përgjatë vijave etnike në Ballkanin Perëndimor, si një mjet për të atribuar mosmarrveshjet midis shteteve kombëtare në rajon, thuhet në projekt ligjin e propozuar në SBA. E me këtë projekt ligj, Washingtoni e ka mbyllur kapitullin për ndarjen e Kosovës përfundimisht, së paku kështu thotë eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe gjeopolitikës, ligjërues në Universitetin e Hamburgut, Dr. Mirsad Voca, sipas të cilit ky veprim amerikan është mesazhi më i fortë strategjik i viteve të fundit për stabilitetin në Ballkan. Deklarimi i qartë i Shteteve të Bashkuara kundër çdo ideje për ndryshim kufish në Ballkan është një prej mesazheve më të rëndësishme strategjike të viteve të fundit për rajonin. Ky pozicion nuk është i ri, por sot ai riformulohet me më shumë forcë për të dhënë fund përpjekjeve për ta rikthyer këtë debat në agjendë, thot Voca. Ai sqaron se burimi i ideve për ndarje nuk ka ardhur kurrë nga SBA. Duhet thënë qartë se idetë për ndryshim kufish nuk kanë ardhur kurrë nga Washingtoni, ato janë shtyr nga qarqe nacionaliste serbe, nga lobimi serboruz dhe her pas here, edhe nga individa apo grupe shqiptare të keq orientuara. Sipas Vocës, si historia ka treguar se ndarja territoriale nuk sjell paqe, por konflikte të reja. Profesori thekson se nisma e re ligjore nga Kongresi Amerikan jep fund përpjekjeve të Vučićit dhe sponsorëve të tij rus për të ringjallur idenë e ndarjes së Kosovës. Ky projekt ligj e mbyll përfundimisht këtë kapitull. Ai jep një mesazh të prerë Beogradit dhe Moskës se kufit në Ballkan nuk do të rinegociohen dhe çdo tentativë për skenar etnik shihet si kërcënim ndaj sigurisë euroatlantike, shpjegon Voca. Më tej ai thekson se për Kosovën ky është konfirmim strategjik. Ky është një konfirmim i fuqishëm se SBA-ja mbetet garancia kryesore e sovranitetit të Kosovës në një kontekst ku tensionet burojnë nga Serbia. Pozicioni amerikan dërgon sinjal të qartë se strategjitë destabilizuese nuk gjejnë më hapësirë në arkitekturën e sigurisë së perëndimit, shpjegon Voca. Më tej eksperti nënvizon se SBA-ja ka vendosur vijen e fundit të sigurisë për rajonin e Ballkanit. Për rajonin ky është mesazhi i qartë se ardhmja nuk ndërtohet mbi kufi të rinj, por mbi demokraci, sundim të ligjit, fqinjësi të mirë dhe orientim të pakthyeshëm perëndimor. Për Kosovën, ai e cilëson këtë deklaratë si garanci të pakushtëzuar për stabilitetin territorial. Për Kosovën kjo deklaratë nuk është thjesht mbështetje politike, por një garanci strategjike që e stabilitetin e saj territorial dhe e vendos qartë në anën e aleancës që garanton paqen në Ballkan, përfundon eksperti.